Kryetarja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar lidhur me afatin kushtetues për formimin e qeverisë, duke paralajmëruar se çdo veprim jashtë normave ligjore do të përbënte shkelje të rëndë të kushtetutës. Afati i kushtetutës për votimin e qeverisë përfundon nesër dhe presidentja nuk ka mandat ta mandatojë askënd pa dëshminë se kandidati i nominuar e ka shumicën e nevojshme. Shumica dëshmohet vetëm me nënshkrime të deponuara të deputetëve, ka deklaruar Haradinaj. Ai ka theksuar se kandidatura e dytë nga lëvizja vetëvendosje për formimin e qeverisë është vetëm përpjekje për të vazhduar kapjen e institucioneve të shtetit, duke shtuar se kjo farsë duhet të marrë fund dhe vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ligia Demokratike e Kosovës LDK ka thënë se është e qartë që askush nuk e ka shumicën për ta formuar qeverinë e re. Komunikata e plotë e LDK-s, Ligia Demokratike e Kosovës vlerëson se është bërë qartë asgjëdukshme për opinionin publik dhe për të gjitha subjektet parlamentare se asnjë parti politike nuk e zotëron shumicën e nevojshme parlamentare për të formuar qeverinë e re. Në këtë rretham, shtyrjet procedurale dhe interpretimet e stisura vetëm sa thellojnë pasigurinë politike dhe dëmtojnë besimin e qytetarëve në institucionet e Republikës. LDK-ja apelon për veprim të shpejtë, të përgjegjshëm dhe në përputhje të plotë me kushtetutën dhe afatet ligjore. Dalja nga bllokada institucionale nuk mund të kërkohet përmes veprimeve jo kushtetuese e marrëveshjeve të paqarta, por përmes kthimit të sovranit te qytetari. Zgjedhjet e reja tashmë janë të domosdoshme. LDK konfirmon përkushtimin e saj të palëkundur ndaj rendit kushtetues, integritetit të procesit demokratik dhe rrugës euroatlantike të Kosovës. Ne do të paraqesim para qytetarëve një program të qartë qeverisës me zgjidhje të përgjithshme për ekonominë, sundimin e ligjit dhe mirëqenien sociale. Vendi që duhet legjitimitet i ri dhe institucione që burojnë nga vullneti i lirë i qytetarëve, jo zvarritje, jo pazare dhe as improvizime. LDK-ja bën thirrje të veprojë me pjekuri të shmangër retorikën përçarëse dhe të kontribuat në proces të qetë e dinjitoz. Mandati për qeverisje u takon qytetarëve, le ta thonë fjalën e tyre në zgjedhje të lira dhe të drejta, thuhet në këtë reagim të LDK-s pas propozimit të Albin Kurtit të Glauk Konjufcës si kryeministër të ri të vendit.